Shëngjini po finalizon përgatitjet për çeljen e sezonit turistik veror në të gjithë vijën mbretërore për javë që angazhuar punëtor dhe mjete për të garantuar kushte optimale në pritje të fluksit të pushuesve. Pastrimi i hapësira publike mbetet prioritet kryesor, ndërsa paralelisht po ndërhyet infrastrukturë, organizimin e qarkullimit dhe menaxhimin e territorit me synimin për të përballuar një sezon me numër të lartë vizitorësh. Sipas administratorit të Shëngjinit Brahim Demi, puna është fokusuar jo vetëm në përmirësimin e kushtet për gjatë Bregdetit, por edhe në krijimin e më shumë hapësirave argëtuese të aktiviteteve për pushuesit vendas dhe turistë huaj. Prej muajit mars ka nisur përgatitjet për sezonin turistik në Shëngjin. Puna ka përfshirë pastrimin e vijës bregdetare nga Kunja deri në Randën e Hellur, ndërhyrjen në infrastrukturë për sistemimin e rrugëve, trotuareve dhe gjelbrimin e zonës. Këtë vit rëndësi e veçantë po jepet edhe hapësirave sportive dhe argëtuese, ku po krijohen pika të sistemuara që pushuesit argëtohen pa shqetësuar të tjerët. Vera do shoqërohet edhe me aktivitete kulturore, menaxhim të trafikut, parkingjeve dhe monitorim të zhurmave në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Synimi është që Shëngjini të jetë më konkurrues dhe mikpritës për çdo vizitor edhe këtë zonë verore. Hapja zyrtare e sezonit turistik në Lezhë do të jetë me 23 maj me epicentër plazhin e Shëngjinit, ndërsa synohet që këtë verë të promovojë një vetëm potencialin mbretërar të Shëngjinit të Tales, por dhe pasurive historike, kulturore dhe natyrore të gjithë zonës përmes një oferte të integruar turistike. Lezhë synon të ofrojë një eksperiencë plot për vizitorët, duke ndërthurë detin, turizmin kulturor dhe gastronominë tradicionale, e cila vitet e fundit është thyer në nga pikat më të rëndësishme për turistët.